Mes Ranës së Hedhun dhe Velipojës, në një nga vijat më të bukura dhe më pak të zhvilluara të Bregdetit shqiptar, po merr formë një investim që synon të ndryshojë profilin socio-ekonomik të zonës. Resorti do të jetë i përbërë nga ambiente sportive multifunksionale të hapura dhe të mbyllura, tenis, padel, basketbol, fusha futbolli, minigolf e plot aktivitete të tjera. Që me fazën e fillimit të ndërtimit të këtij resorti turistik është ndjerë rritja e vendeve të punës, duke filluar nga vende pune në teknik, ndërtimi, në furnitor, në transport, apo dhe në kompani lokale të cilat duan të bashkëpunojnë për të ndërtuar këtë resort turistik. Më pas, do të kalojmë në fazën e operimit të këtij resorti turistik. Do të hapen vende të reja pune në hoteleri, do të hapen vende pune në restorante, në zonat e spas, wellness e tjerë. Vetëm në fazën e punimeve planifikohet të krijohen 3.000 vende pune, shifër kjo e cila do të pasohet nga 1.000 vende pune gjatë fazës së operimit të qytetit resort. Baks Rjolli ka qenë për vite me radhë një territor me potencial të pashfrytzuar, me infrastrukturë të kufizuar dhe aktivitet sezonal të reduktuar. Sot me projektin Blue Borgo, Velipoja në veçanti dhe Veriu në përgjithësi, pritet të hyjnë në një fazë të re zhvillimi që i jep jetë 365 ditë në vit. Po sepse në radhë të parë, në qoftë se bëhet një resort i ri me këto hotele, me ato që quhen me hyje shumë, pra të standardit të lartë, atëherë ke edhe punojësit që merren nga zonat përreth, ke edhe shumë më tepër ushqime që porositen nga fermat përreth. Kështu që është një turizmi, pra gërthen shumë aktivitete brenda aktivitetit turistik. Ke kulinarin, ke suveniret, ke transportin, ke edhe si thoshte ata që na intereson kryesisht, por jo vetëm, që është vendi i ri i punës, burimet njerëzore.